Vrasja e Ilarias Ulës, hetuesit ngren dyshime për tatin e tij, zbardhet dëshmia e plotë e Samson. Detajet të tjera vijojnë të dalin nga vrasja e 22 vjeçares shqiptare Ilarias Ulës. Mediat italiane raportojnë se në vrasjen e studentes shqiptare Ilarias Ula mund të jenë përfshirë persona të tjerë. Samson u tha hetuesve se ai e vrau Ilarian mëngjesin e 26 marsit, pasi pa disa biseda që Ilaria kishte shkëmbyer me një djalë tjetër të ri pasi ishte ndarë nga Samson. Gjithashtu mediat italiane shkruajnë se autopsia e kryer në trupin e vajzës dhe gjurmët e shumta të gjakut gjetura kudo në banesë kanë ngritur dyshime tek hetuesit se Samsoni mund të jetë ndihmuar edhe nga dikush tjetër përveç nënës së tij, e cila rrëfeu se ndihmoi të birin për të pastruar gjakun në shtëpi. Gjatë marrjes në pyetje në 4 prill ishte gjyqtarja e timeve paraprake Ana Minuni, e cila vazhdimisht e pyeti Samsonin nëse ai nuk ishte marrë ndihmë nga askush tjetër. Nëna ime nuk mund të ngrej gjëra të rënda, u përgjigj studenti, por gjyqtarja këmbgul, sepse ajo ka një problem me zemrën, e di. Në fakt, nuk po mendoja për të, sinqerisht, sepse e lexova deklaratën me kujdes. Por sigurisht mund të ketë një person tjetër që ishte në gjendje ta bënte ato fizikisht. Babai im nuk ishte aty, babai im ishte në Vatikan, ai ishte në Shëmpjetrin, isha vetëm, këmbguli ai. Është një punë që e kam bërë për disa orë, i tha i gjyqtares duke rrëfyer se e futi trupin e Ilarias në 2 thas të zeza plerash dhe më pas, brenda në valixhe të mbështjell me thas të tjerë. Pra, e la trupin atje në valixhe të mbështjell me thas, e le mënjan, le të themi dhe pastaj filluat pastronit dhomën tuaj për orë të tëra. Dëgjoj, doja të të pyesja një gjë tjetër. Babai juaj ka punuar në një palestër, mendoj, në via Schiarelli aty poshtë. Po. Kush punon tani në atë palestër si pastrues? Babai, përgjigjet Samson, kështu që babai juaj nuk punon më atje në këtë palestër. Sa kohë ka kaluar? Që kur doli në pension, nuk e di, tha Samson. Dëgjoj, ai ka babai yt akoma çelsa tek kësaj palestre? Nuk e di, tha Samson. Ti nuk e di, në cilën orë del babai yt nga shtëpia në mëngjes, pak a shumë, unë po kërkoj orën e saktë. Rreth orës 5, përgjigjet Samson duke të rrequr vëmendjen e gjyqtares hetuese që e pyet, më falni, ku po shkon në orën 5, nëse nuk jeni duke punuar? Mendoj se po tani më kujtua, thot ai. Bën dush në palestër, çdo mëngjes në orën 5? Jo, çdo mëngjes. Kur duhet të bëj dush? Pse nuk e bën në shtëpi? Kur bën dush shkon në palestër në orën 5, pra i ka çelsat. Pse bën dush në palestër? Sepse ndoshta është gjithashtu një mënyrë për të kursyer para në shtëpi, është përgjigjur Samson.